Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar Naime Gjongecaj, kryetare grave për qeverinë teknike të Partisë Shpresa Demokrate. Përshëndetje Naime. Mirëmbrëma, përshëndetje. Zonja Naime, si kryetare grave që je, Shpresa e Komit nesër organizon në datën 27 ora 14 do të zhvillohet një miting paqësor ku do të fillojë tek Skënderbeu, tek Kuvendi dhe tek Kryeministria, ku do të ngjizen dhe qerinj. Ç'mund na thoni në lidhje me këtë organizim? Përshëndetje gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Faleminderit për këtë pyetje dhe për këtë intervistë që do bëjmë. Shpresa e Kombit është shpresa e liridës dhe dardanisë. Këta qeri do ndezën përnder të 45 viteve demokraci, tortura dhe skandale ndaj popullit dhe 35 vite pseudodemokraci të torturave ndaj popullit dhe kombit shqiptar brenda dhe jashtë trojeve ose Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Malizi, Çamri e ku flitet gjuha shqipe. Si shpresë demokrate, si kryetare e gruas, ju bëjmë thirrje gjitha nanave, vajzave, motrave, vëllezërve, gjyshe, të gjithë të marrin pjesë në këtë manifestim paqësor, ku në të gdhirë do gdhihet qeveria teknike me qeverinë dhe me poste me gjitha detyrat në funksion të kombit, rinisë dhe integrimit shqiptarisë. Cila është thirrja juaj? Thirrja jonë është të bëjmë thirrje gjitha nanave, gjitha motrave, gjithë shqiptarëve, gjithë popullit Kosovës që janë shqiptar në gjak e në zemër, gjithë Maqedonisë, prej në Presheve në Çamri, në Bujanovës, në Stog, ku do flitet gjuha shqipe, të bashkohemi gjithë nesër në mënyrë paqësore pranë këtyre institucioneve pseudo-shtetërore, ku kanë bërë vetëm thurje planesh kundër popullit shqiptar, kundër ekzekutimit të kokave të kombit shqiptarizmit. Aty do ndezën qiri me mënyrë paqësore që të jetë dita e shpresës, dita e lirisë, dita e demokracisë dhe të nesër do gdhin dita e Shqipërisë demokrate, dita e Shqipërisë natyrale dhe dita e qeverisë teknike. Të falenderoj. Faleminderit gjithëve, ju bëjmë thirrje gjithë bashkuar, sa do të vegjël që t'jem, qofse ne bashkohem, do jemi shumë të mëdhaj. Sheshi Skënderbeu, i vetmi shesh që ka ngel i papërdosur nga komunistat dhe nga Shpresa, nga të pseudo partit politike, është i vetmi shesh që gjithë do bashkohem dhe do hesim me një manifestim paqësor drejt kuvendit, i cili është kuvendi Partisë Punës dhe pseudo komunistave pot partive politike, socialiste, demokratike, të bëjmë thirrje që gjithë bashkuar do kem trojet tona Shqipëri natyrale. Faleminderit. Falenderoj. Të dashur bashkëdhetar, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.